Jetu fal, para mendoj jetu e fal gjuman. Edhe e shku pe punës për gut, edhe kur e shku në gjumaje lidh më fal. Tu fal e prish vudu, e prish abdesin. A ka mundësi me ndodh kjo? Ka mundësi me ndodh kjo. Qysh s'ka mundësi? Ai i cili pretendon që nuk ndodh kjo, ata me ata nuk kanë bajmë. Ne jemi tu fol për njerëz. Ka mundësi me ndodh kjo. E në qofë se është imam, që me ba? Qysh, edhe imamet? Edhe imamet ka mundësi me ndodh kjo. Në qofë se është imam, e ndërprej në sale, me njerë, kryhet. Duhet me ndërprej. E në qofë se je tu fal, ti, për mas, i e në safin e tret, për mas i ki dhe 40 safa tjerë, edhe 20 safa tjerë, që me ba? Gjamia është plët e mësht. Ti e ke vrej që e ke prish vudu, e ke prish abdesin, që me ba tash? E ndërprejnë edhe del. E ndërprejnë edhe del. Mi po marre, e në qofë se ki marre, edhe të tërprohesh, edhe është e pamundshme për shkak të numrit madh xhamatit, atë rrin falesh me ta, edhe rrin të kërku falje Allahut Azza wa Jall, edhe e din që se ke fal. Për shembull, nëse je të fal xhuman, e din që si je të fal xhuman, ama rrin të kërku falje, rrin të lut Allahun Azza wa Jall. Nuk del pe safit, po nëse del është më hajër. Nëse del bashkohen muslimanët, edhe nuk bëhet kurrë. Edhe nuk ja u prish aty në tjerëve faljen, nuk i pengon falje për shkak se ata janë të lidhur me imam. Domethënë nuk i pengon pse ecën për ta. Edhe nëse i shtyn kështu, edhe del nuk i pengon. Del. Edhe nëse ju kalon, për shembull, jetën saf këtu në mes, i e dal prej safit, ju ec komplet knina për çysh, edhe del çysh, ose ulesh në çysh, ose del këtë për jashtë, nuk i pengon nëse ecë për para. Do me thonë, del për sala, është ma hajrë, mirë po në qofse, por një me donë me najtë, se një me bashkë ashtu më vjen marre, ka mendime ndryshme, ka mendime që Allah në rujtë ke bo gabim. Shumë madhë në qofse ke najtë, po me drejta, wallahu alem, nuk është që ke bo shkelje të ranë, është për shkak se ti nuk e ke bo me qëllim, ato ti nuk e dash me ndodha, e ka ndodh, rrin të kërku falje, lusëm Allahun Azza wa Jall, me na bo për muslimanët mirë, lusëm Allahun Azza wa Jall, me na bo për atyne që shkojnë pregadit në sale,